Ditëve të fundit, mediat në Serbi kanë shtuar raportimet me tone alarmuese për blerjen e pajisjeve ushtarake nga Kosova. Në këto raportime, blerja e armatimit paraqitet si shqetësim kryesor dhe rrezik për sigurinë e vendet. Titujt përdorin shpesh fjalët si armatosje, rrezik dhe kërcënim. Në emisione televizive dhe artikuj përmendën edhe helikopter, automjete të blinduara, raketa, fabrika municioni dhe dron, shpesh pa shumë sqarime apo kontekst. Përveç blerjeve ushtarake, mediat në Serbi kanë vënë në fokus edhe rritjen e buxhetit të mbrojtjes së Kosovës. Kjo rritje paraqitet si pjesë e një procesi që sipas këtyre raportimeve rrit shqetësimin për sigurinë rajonale. Reagimet u intensifikuan pas marrëveshjes së nënshkruar më 17 dhjetor mes Kosovës dhe kompanisë amerikane AM General. Ministri i Mbrojtjes Ejo Paqedonci doli me një njoftim zyrtar ku sqaroi se këto investime po bëhen në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, qëllimi i investimeve është ndërtimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe krijimi i një force moderne dhe profesionale. Për më shumë lajme të tilla dhe të verifikuara, ndiq dhe gjio post.